Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me episodin e radhës të podcastit Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet në RTV Dugazhini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Mjaft pa fillu bashkëbisedimin me të ftuarin e radhës, si zakonisht i falenderojmë sponsorët tanë të artë, të cilët janë Golden Eagle dhe Ermini, ndërsa me neve është përfaqësuesi kësaj radhe pak më ndryshe dhe jo me rrëfime sportive si e kemi pasur çdo episod. Kësaj radhe kemi përfaqësuesin e kompanisë të derivateve Exfis Gens Bajrami. Gens, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Dhe se Gjeci është edhe sportist, më në na kallëzu se kalu futboll diku, po ky paksion e kish kur ol puna te shkolla, i ka ngroh shkollës, më duket edhe e kalon futbollin. Se jo ndo që ashtë të lujnë mirë, po kur t'ju vjen puna migro shkollës e dojnë edhe për shkollën. Kena vendosë që në çdo të 45 episod me marrë rrëfime interesante dhe rrëfime suksesi. Këtë herë kena me folë për kompaninë Exfis, një për kompanive që me listë sponsorizimit në veç në vitet e fundit ka dhënë 1.5 milion euro për klube, për sporte ndryshme, sidomos koncentrimit e fëmijat dhe të femnat, kur dihet që këto dy grupe janë ma zërë më rrinë të sponsorizimet. Gens, kur keni fillu si kompani me menu që duhet me dhonë të sport edhe me unimu sportista? Tash, na si kompani funksionojmë tash e 30 vite, edhe përpos gjonave primare që i kemi, do më thonë shitjes e derivateve, shërbimeve që na i ofrojmë, gjithmonë kemi qenë dhe kemi dashur në hap me qëndru në raport me komunitetin na që e rrethojmë dhe e përfaqësojmë edhe shtetin ku na veprojmë. Për neve është shumë e rëndësishme, do më thonë shëndeti i shoqënisë në tëndësi, e qysh mundet mu arrit kjo në formën më të mirë, do më thonë të investu sa ma shumë në sport. Edhe pa ekzistu ligji për sponsorizim që mendoj që ka qenë një ndër ligjet më të mira që është bërë në Kosovën e mas luftës, sidomos nëse analizojmë aspektin sportiv që ka qalu shumë. Na, sigur kompani, prej momentit që funksionojmë edhe jemi të themelum, gjithmonë kemi kontribu në sport, po në atë kohë do më thonë kemi kontribu vetëm sikur donator të disa klubeve caktume, shkollat futbollit, basketbollit, aq sa na kemi pas mundësi, po gjithmonë kemi qenë dorë e djathtë në raport me sportin. Paka shumë kjo gjithmonë ka qenë si prioritet yni, edhe për neve ligji për sponsorizim ka shumë rëndësi që kjo që e përmena dhe ma herët baza për komunitet, do më thonë që ka shumë e rëndësishme edhe kjo besoj që duhet me umarë edhe sikur mesazh është investimin në fëmijë. Kur po thëm investimin në fëmijë, nuk është ideja që nesër mas nesër një fëmijë me u bo një yll i madh evropian botëror, inshallah botë, na si shtet edhe si shoqëni normalisht që kemi me undi krenar, po për neve shumë e rëndësishme është shëndeti i tyre, do të thonë, çaq më shumë me investu në sport, aq më shumë fëmijët kanë me pas aktivitete sportive edhe kanë me u largu prej rrugës edhe prej disa gjanave që nuk ju sjellin kur gjë dobi, po vetëm dome. Kështu që mendoj që sporti këto e prodhon mas miri, e na sikur kompani, sikur një ndër kompanitë më të fuqishme në vend, normalisht që gjithmonë kemi me u gjinë dafër, edhe që kjo ka qenë arsyeja që kemi qenë jashtëzakonisht aktiv në raport me ligj. Shumë mirë the një për ligjeve më të mira që u bona herë, përveç që i ka ndihmu klubet edhe sportin përgjithësi, se duk shumë pas masovizim ka të sportit, Kosovë sidomos janë do sportet e na më të vogla që shumë vështirë mbijetojnë. E ligji për sponsorizim ju ka ndihmu me gjallë. Po kjo ju ka ndihmu edhe kompanive, realisht, që me mujt me pas ma let me ju ndihmu edhe me ju dal ndihmë. E vërtet. Kjo është reciproke. Unë në shumicën e rasteve kur mbajmë takime me shumë klube që kanë interes të bashkëpunimit me neve, unë gjithmonë i thirrna çështjes që është diçka reciproke, përfitojnë dy palët. Po ligji për sponsorizim në aspektin që na e shohim edhe që unë e shoh personalisht është shumë ma strategjik se sa çaj partneriteti që ti e bën brenda disa viteve të caktuara. Pse po e them këto po e them për arsye se edhe vetë një klub para ligjit për sponsorizim ka qalu shumë në organizim administrativ.
prej që ka hy ligji për sponsorizim në fuqi, klubet janë strukturu në mënyrë shumë më të mirë për me mujt me ju bo ball adin gjitha kërkesave ose vizioni tyne se çka po dojnë me bo në të ardhmen. Tash kur të vjen një klub i caktuar te na në kompani për me bo një pasqyrim se çka po don ai me bo në të ardhmen të afërt, ai duhet me ardhë me një projekt se kush po don me jetë përpara. E besoj që kjo ka ndihmu shumë në organizim më të mirë fill të klubeve, në organizim më të mirë edhe të federatës, edhe ja u ka përmirësu kushtet e punës, kushtet për stërvitje të çfarë do sportit caktuar. Adin u kanë shumë proces ma i gjanë se sa veç nëse flasim për një sponsorizim caktuar që e bën ti për një vlerë monetare që i ndihmon, po ideja është që çaja strukturë mirëfill, çaj investimi i madh që është bën aspekt strategjik, ajo vazhdon ndër vite, funksionon edhe ti kur ti shesh që po ecin mirë dhe po vazhdojnë me suksese, bën edhe ty mundi krenar, sikur klub se je pjesë e asaj historie. Genca ka pas naj klub, naj histori ose naj sportist që ju ka bo me fillu sponsorizimin sport si kompania, apo ka orë natyrshëm? Po tash që shtojmë, na gjithmonë është një arsye pse ti vendos me bo diçka dhe me marrë një veprim caktuar. Kemi shumë raste që na kanë shty na me nashta dhe vetë me i thirrë dhe me u gjin dafër. Kemi rastin e klubit shkollës futbollit edhe klubit futbollit Dykoriku. Na me Dykorikun kemi bashkëpunuar dhe jemi mundu me ju nejt afër edhe pas që e ligji për sponsorizim fare. Edhe normalisht që neve na vjen mirë kur të shohim që Dykoriku shumë prej gjeneratave në baza vjetore gjithmonë pa ndalesë janë kampion caktuar të grup moshave, edhe normalisht që neve na bën me u ndi mirë se çajo punë dhe çaj përkushtim dhe çajo ndihmës na që ja bojmë Dykorikut, ata gjithmonë e pasqyrojnë me suksese të caktuara, gjë që na bën edhe neve krenare, na shtyn me menu me punu në vazhdimsi me ta dhe me rrit potencialisht hapësirën buxhetore që e kemi ndaj tyne. Kështu që e kisha marrë si shembull, sfundi kemi pas nashta një sport e na që në vitet fundit nuk ka qenë as i popularizum futsalli, Prishtina 0-1, ju e dini se ju pa dhe që keni bu artikuj caktuar për ta. Edhe ata janë histori suksesi se kanë mbrit 2 vite radhazi me qenë pjesë e Champions League-s, tash kanë hinë në fazën e fundit, në gjashtomeshën e fundit që normalisht prej kejt Evropës nëse ti vjen për i Prishtinës e përfaqëson është krenari. Edhe po tash te Prishtina 0-1 nëse nalemi, ti e shet që halon ashta ka pas hapësirë e mundësi me ndihmu atë ekip se e ka rrit një sukses jashtëzakonisht madh, edhe normalisht që na jemi krenar me ta, kemi persona caktuar, kemi në arte marciale, kemi në gara automobilistike, ku njerëz që na i kemi ndihmu ndër vite janë kampion shumë të fesht të Kosovës. Normalisht në fund garave kur të vjen ai me një kup caktuar, thotë që fitova në Ballkan ose jashtë vendit kesh i pari, me naftën ose benzinën e respektivisht e fitova garën, është një farë kënaqësie që neve na bën me u ndi mirë edhe me vazhdu me që vizionin tonë që e kemi ndër vite që sporti është primar. E për mene këtu më pëlqej këto të fëmija dhe të futsalli automobilistik, se zakonisht ligji për sponsorizim ju ka ndihmu më shumë klubeve të mëdha, kur i shohim shumat se emri i madh tërheq, sidomos në futboll dhe në basketball. Si veproni ju për me shmang favorizimin bezojna edhe i dërgoni parët të këto klubet që thedhe të automobilistika, të futsallit, të fëmija, të basketbollit, të femnat, më thonë, jeni të shtrim këtë sportet. Pyetje shumë e ven, na tash shumë vite organizimin që e bojmë në raport me ligjin e për sponsorizimit kemi qef me shpërnda në gjithë territorin e Kosovës. Ashtu kështu jemi prezent me pika në gjithë territorin e Kosovës edhe nëse kontribuojmë në komunën e Prishtinës që është kryeqytet edhe domosdoshmërisht në disa raste ka me marrë fonde mas shumti se është edhe numri i sportistave dhe i klubeve më i madh. Po gjithsesi se nuk kemi dasht me harru edhe pjesën tjetër territorit edhe e kemi nda në pothuajse gjitha komunat e Kosovës. Që ka qenë shumë e rëndësishme për neve që që thash në fillim kanë qenë fëmijët. Më thonë për mu si Genca dhe sidomos për kompaninë që e përfaqësoj,
e rëndësishme janë gjeneratat e reja. Domethënë investimi në gjeneratat të reja ty, domethënë ti sjell të mirat pas shumë vitesh edhe e shes saktësisht se çka ke bu. Unë mendoj që shumë prej klubeve të mëdha ndoshta nuk kanë nevojë për disa shuma të caktuara sa kanë nevojë shkollat e futbollit, basketbollit, arteve marciale, klubet e femrave, që në vitet fundit nashta ka fillu me u bu një farvedisimi ma i madh, po ma herët janë lanë. Unë në fillim ku mbo thirrje, kur du ligjim, le të shkojnë fundet, mos i harrojnë sportin e femrave. Sporti i femrave është shumë i rëndësishëm. Unë kam pas do të vazhdu me mu përkra. Absolutisht pajtona plotësisht në këtë aspekt. Unë kam pas disa takime me disa klube të femrave që besëm që para se nashta na me vendos ose me fillu partneritetin, ka pas diskutime që kanë mendu edhe me elan këtë farpune, me ndërprej se s'kan pas mjete financiare. E nashta e ke pas një klub tjetër që i ka pas për 10-15 sponzora. Edhe realisht ka qenë edhe shumë shtytje për neve që më ndalë edhe me menu saktësisht se me kanë bashkëpunojmë edhe ideja e ndihmesës në aspekt me ligjin për sponsorizim nuk është veç punova me qëtë klub, na nuk e shohim se ashtu dul emri e Xfisit edhe në rregull jemi, jo na e përcjellëm edhe rezultatin e ty në raport me çka kemi programu edhe projektu bashkarisht me ta. Nëse na thojmë që kemi me kontribu në fëmijë dhe në gjeneratat e reja, normalisht na kemi me kërku një farë raporti për një klubit caktuar që kemi punu, çfarë rezultate kanë pas, ku po shkojnë çato mjetet tona, apo ja vlen çaj investim na që e kemi bu. Kështu që tek aspekti i femrave, mendoj që në vitet fundit ka ndryshu për të mirë, është një aspekt pozitiv dhe na bile bashkë në krejt teritorin e Kosovës kemi klube të femrave, të sporteve të ndryshme që i sponsorizojmë edhe jemi jashtëzakonisht krenar se dhe korrin suksese. Domethënë, basketbolli kemi 3-4 klube të femrave, më të mirat që janë, që të gjithave ja u ndajmë mjetet e njëjta të caktuara, jo për njënën më shumë se më pak, po veç që me qenë prezent gjitha edhe emni kompanisë tonë me edhe mesazhi me u përqu në gjitha njëjtë, mos me pas ndasi edhe mendoj që ajo edhe pastaj edhe sjell edhe rezultat. Pasi përmenëm klubet Gens, a ka klube që ju kanë habit shumë pozitivisht me mënyrën si kanë menaxhuar mjetet ose fondet që keni sponsorizuar jo vetëm për nga rezultati, po me në trofej, po mënyra e menaxhimit, se tham ka klube që ndoshta ja jep 5.000 euro, 10.000 euro, po janë mbijetese, e ka klube 50.000 që nuk janë mbulon as mujen. Po e vërtet. Synimi është mi eduku edhe jo me fitu. Ndonjë klub ose ndonjë federata ose diçka ngjashme që të ka befasu me menaxhimin. Qërë tash nëse flasim këtë aspektën e fillimisht e ceka, gjithmonë i thirrë me qësaj edhe çaj është përgjigja ma e duhur. Ligji për sponsorizim i ka eduku jashtëzakonisht shumë në përgjithësi gjitha klubet sportin në përgjithësi nëse flasim. Se i ka strukturuar në qatë formë që ti me pas edhe raport caktuar se çka po bën me mjete. Më thonë, mundem një klubit caktuar me ndihmu, pa i domosdoshmërisht ka me raportu mu si kur kompani dhe njëjtën kohë ministrisë përkatëse se ku kanë shku çato mjete. Kështu që në këtë farë aspekti, mendoj që klubet kanë mrit deri në një organizim jashtëzakonisht mirë, që me mujt i ka detyruar me punu më seriozisht. Me një transparencë shumë të mirë, adin me tregu saktë se çka kanë bërë dhe ku kanë shku çato mjete, po gjithmonë të ju thirr çati programi projektit përbashkë që kemi pas fillimisht kur e kemi nënshkruar kontratën. Nuk isha dasht me emna me i cek cilët janë më të mirë, po flas në përgjithësi që adin e thëmë me përgjithësit plot që ka përmirësim jashtëzakonisht madh në raport të organizimit të klubët të ju thirr ligjit për sponsorizim. Se ma të Xfisi kthimin e investimit, jo financiar, por shoqëror. Ne thamë edhe mirë shumë mirë të në fillim që ideja është që me konë edhe mu vrej dore e kompanistë të fëmijat, të femnat, po edhe të ekipet e para. Qure, Xfisi edhe mendoj që ekonomia në përgjithësi se sidomos sektori privat duhet me menu në formën e njëjtë. Ideja e investimit caktuar ti kur e bën në klub caktuar futboll, basketbol, çfarë do sporti që të është, ti nuk e mendon fillimisht suksesin e tyre se çka kanë me arrit ata. Ti e mendon që gjeneratat e tyre dhe të reja me arrit me pas një edukim sa më të mirëfillt, që e thash në fillim,
ku përmes shëndetit, prioritet i parë, edhe mas nej një edukimi sa më të mirë, ata me i mri majat në çfarë do sportit caktuar. Po edhe nëse nuk mrin në majat e tyne, ata të paktën kanë me ditë që sporti me u marrë me trupin e tyne saksisht, me mendime pozitive, kanë me pasë rrugë tjera, na e dim, ju vetë keni qenë pjesë e sportit, zakonisht ata njerëz që janë marrë me 10 vite, 15 vite me sport, gjithmonë përfundojnë në një segment caktuar të suksesshëm. Pse se sporti është sikur lloj ushtrime, thonë, të jap një farë strukture, disiplinën e krejt, duhesh me vazhdu në baza ditore jetën tane. Edhe na aspektin shoqëror që ashtu e shohim. Normalisht që të e forcu komunitetin që ty të rrethon, ti kemi u forcu domosdoshmërisht edhe kompani, edhe sikur kompani për një të ardhmë metafort, se që ata njerëz që ke investu, ju keni ndihmu ata në një kohë caktuar, potencialisht mund me qenë pjesë e kompanisë tane, sektorit privat, pjesë e shërbimeve të caktuara që ty të ofrojnë, edhe ti njihesh mirë thu shteti, ekonomia, sporti po shkojnë nalt, tu i ndihmu rrjedhimisht ku adin pas një kohë caktuar me ekonomia në përgjithësi, jo veç na si kompani. Edhe normal nuk mundi me anashkalu aspektin reciprok që disa klube caktuar kur mbrin suksese të mëdha, të jeshen të res një amon si kur X-Fisja dhe normalisht që është edhe një promovim për neve shumë i mirë. Në këtë rast, ki ekipe si kur Prishtina Zeronishi që ka shkun shumë vene të Evropës, ka ko rezultatet suksesshme, edhe ti një e shkrenar kur e she gola për fundimtare atë mrapa i shënën X-Fis të thonë me uni mirë edhe normalisht që adin t'jep edhe energji edhe vullnet edhe me shtu kapacitetin tënë në aspektin e përkrajes sportive. Kështu që aspekti shoqëror normalisht për neve është prioritet edhe mendoj që mas shumë të këto përfiton komuniteti i caktuar, edhe mendoj që gjithmonë alokimi i mjeteve për gjitha kompanive, sektorit privat, ekonomisë në përgjithësi, duhet me qenë bazë për komunitet, domethënë duhet me qenë një shpërndarje e barabartë që mos me pas dallime, ndryshime mëdha prej një komune në komunën tjetër ose prej një klubi në klubin tjetër. Ka ndonjë moment ku thoni si kompani ja vleti çdo euro që e investuam ose që e sponsorizuam? Po tash diçka inspiruese. Po na harxhum shumicën e kohës të fol për sportin, realisht kjo është emisioni i sportit, atë domosdoshmërisht kemë fol për këtë farë teme, po na nuk i kemi gjitha mjetet e ndame vetëm për sportin, na i kemi sport edhe kulturë. Tash na deri tash folëm edhe në ton kohën për sportin, po nëse edhe në lejo, unë më imi u tregu që na jemi koncentrojmë jashtëzakonisht shumë edhe në kulturë, si janë dy gjana që ti mundesh mi ndajën, t'lidhuna me njëna tjetrën. Kemi shumë raste që të bojnë muni krenar, kemi shumë festivale ndryshme që na i sponsorizojmë tash e shumë vite, që vinë emnat mëdhej për gjitha vendeve evropiane, filmat shkurt, metrazhit gjatë shkurt, edhe gjitha i përkrajmë se normalisht kemi dëshirë dhe ato me kontribu shumë. Sfundi këtë vete kemi pas orkestrën e fëmijëve Amadeus që kanë marrë pjesë në Vjenë, edhe kanë marrë vendin e dytë. Më thonë normalisht që për neve ka qenë shumë kënaqësi kur edhe na është tregu si ko rast, po dhe njëjtën kohë falenderimi i orkestrës, strukturës menaxheriale ty në fëmijëve, prindve, familjarëve, gjithçka, për neve ka qenë shumë krenari edhe kur na i kanë sjellë mirënjohjet edhe na kanë dërgu shumë mesazhe falenderuese në raport me ndihmesën që e kemi bu. Domethënë, përpos sportit, për neve edhe kultura është jashtëzakonisht e rëndësishme, edhe tentojmë që me qenë në vit njëjtë me dy rastet, si sport, si kulturë, në dy drejtimet, dëshirojmë me qenë jashtëzakonisht kujdesshëm edhe me investu që në të ardhmë të afër çaj kthimi investimit me u pa në shoqni. Kur të shihet në shoqninë sukses të vendit edhe në edukim sa më të mirëfillt, atëherë edhe na jena përfitues jashtëzakonisht i madh se kemi u përballë me domos me ata njerëz. Si ndryshon sponsorizimi edhe sa i rëndësishëm është me sponsorizu një klub të madh edhe një klub të vogël? Një klub të vogël me sponsorizu është shumë gjë më e madhe, më duket se një klub të madh sot. Po e vërtet është. E vërtet se unë ti tregova rastet e klubit femrave në këtë rast që kemi pas disa prej tyre. Tash, nëse një klub i madh e lyp ndihmën prej teje, edhe ti nuk
nuk e sheh veten që je pjesë e atij projekti ose nuk e sheh të domosdoshme me qenë pjesë e tij, atëra e ka shumë atlet me ardhur deri te një investitor tjetër. Se sukseset, promovimi i emrit, njerëz të mendojnë pak më ndryshe, edhe ajo është një promovim i caktuar, dy palët në fund të ditës një vendim ose një veprim e bojnë për shkak një qëllimi të caktuar. Na nuk i takojmë asaj pjese. Për shembull, për neve shumë e rëndësishme është një klub i cili në çfarë do sporti të caktuar, është një shkollë e caktuar me fëmijëve, atëherë për neve shumë e rëndësishme është me i ndihmu çati klubi. Unë prapo i thirrna gjithmonë po kthejna në temën fillestare, për neve fëmijët janë primar. Në momentin që kemi raste të caktuara, pa hezitim fare normalisht që e zgjedhim fëmija me përfitu prej një donacioni apo investimi në raport me ligjin për sponsorizim, se shumë ma të rëndësishme edhe shumë ma nevojë e madhe, shumë ma let një klub i vogël mundet me mri deri në pikën e ndalimit veprimit caktuar për shkak të mungesës së mjeteve financiare, se sa klubet e mëdha ku na e dim që bëjnë pjesë nga gara evropiane dhe marrin fonde jashtëzakonisht mëdha edhe prej drejtave televizive edhe prej federatave evropiane, edhe normalisht që është më e lehtë me vepru dhe me funksionu. A shihni kompaninë e ju, këtë rast Xfisin, si motor zhvillimit sportit, po edhe zhvillimit të rinisë, pasi e thamë edhe më herët e potencuar që rreth 1.5 milion ose më shumë vetë se janë drejtu në 5 vitet e fundit. Në 5 vitet e fundit. Motor i sportit nuk kisha mujt me e qujt, se është fjale e madhe, po kisha mujt me e qujt një mesazh jashtëzakonisht i madh në raport me sektorin privat. Do më thonë, ideja kur më keni thirrë në këtë emision me qenë pjesë, unë e kom pranu me shumë kënaqësi se kam dëshirë që prej këtij emisioni me u përçu një mesazh që duhet me investu jashtëzakonisht shumë në sport, në gjenerata të reja dhe në kulturë. Do më thonë, janë diçka që e formojnë shtetin edhe njëjtën kohë e dërgojnë në një nivel më lart që ta gjithë zgjohemi çdo mëngjes për me kontribu sa më shumë për vendin ku na edhe veprojmë. Kështu që mendoj që jemi një mesazh jashtëzakonisht i mirë në raport me sportin, edhe mendoj që këto 5 vite në këtë vlerë të caktuar është vlerë jashtëzakonisht e madhe, po shpresoj edhe besoj shumë që në 5 vitet e ardhshme na kemi me kontribu edhe më shumë, edhe kemi me pas edhe raste ku kemi me u bë krenar që kemi pas në 5 vitet e fundit me shumë prej klubeve që na kemi investu, po gjithsesi edhe kur të mos e lanë anash që ata neve na kanë bë me uni krenar, kanë pas organizim të mirëfillt edhe ju kanë përmbajt pik për pik që ati projekti që na e kemi nërshu dhe jemi bajtu 2 palët. Kur investoni te shkollat, i përmene shkollat dhe disa herë, se dhe të unë është pike dopt, po besoj që fokusi dhe investimet dhe me shku të shkolla, se na mujna me morë lejtar të jashtit. Është edhe federata e basketbollit, po foli për 2 majat, edhe futbollit e ka dhe në 7-8 lejtar të ujmë i marë e ki parë. Po nëse na i rritëm fëmijët mirë, duhur, i qesëm në ekipën e parë, mujna me lujt veç me qaj du të me konsinimi, po besoj krejtve. Sidomos këto sportet e mdoja që jeta një sportistit nëse arrin profesionalizëm është shumë e mirë, nuk e nimon veç vetën, apo nimon këtë komunitetin edhe venin. Kur investoni të këto shkolla, çfarë shihni te fëmijët që ju bindë që me vazhdu me investu te shkollat e futbollit? Po që ti në hyrje, kur e nisë emisionin, tregove që në vetë kam qenë lejtar. Dhe normalisht që na bashkë me stafin menaxherial në Xfis e bëjmë një plan projekt për çdo vit se çka po synojmë me bë. Po në vetë kur shkoj në disa klube caktuar me shkolla futbollit ku jemi prezent, na bashkarisht jemi qenë në Dëkarrik, edhe i shoh fëmijë të lujt në atë formë edhe e shoh se çfarë gjenerate premtuese janë, për mu atë çajo mjafton me marrë edhe një vullnet edhe shumë më të madh që sa më shumë me investu në për shkollat, futbollit, basketbollit, arteve marciale, në përgjithësi, kulturë, në çka do. Se kur ti shoh prind të caktuar që gëzohen jashtëzakonisht shumë për klubin, për sukseset që i ka mri fëmia e tij, edhe të falenderojnë se e din që nuk ishin mujt me mri deri në ato pika, pa qenë edhe investitor, atëherë ty të bën me uni shumë mirë edhe edhe nalesh edhe menor që sa më shumë veç me pas hapësirë dhe kapacitet me kontribu edhe më shumë në aspektet që jetu vepru.
Kështu që kjo është çka mundem me thonë, unë futbollin e kam pik dopt. Jashtëzakonisht edhe si fëmijë edhe si rritun kam harxhu shumë kohë edhe mendoj që në sportin përgjithësi është ai ambasadori më i mirë i një shteti caktuar, na e dim edhe në viteve të fundit se sa mirë jemi ni me sukseset caktuar të futbollistave, basketbollistave, çfarë do sporti, kur emni ty në përmendet në gjitha vendet e botës edhe ato e sheh që priardhja edhe komësia vjen prej vendit tonë, është mirë normalisht që nuk mendoj që mund me mri në shumë raste të atilla pa pas punë edhe motivim ditor gjitha akterëve në përgjithësi, edhe nuk po flasim veç për një kompani të caktuar, edhe unë fillimisht e ceka, nëse është një ditë që ja vlen me duar trokit në 20 vitet e fundit është kë, do thonë ka qenë merit edhe e federatës, edhe mendoj që kësi lloj veprime edhe kësi lloj lehtësime për klube edhe duhet me u vazhdu edhe me u bë në vazhdimsi. Dykoriku me gjenerata të reja veç në Champions League-in e fëmijëve që merr pjesë që 2 radhazi, do me thonë sidomos jo në këtë vit u eliminu në rundin e dytë, se ka nisë për dytit, po në vitin e kaluam, do me thonë i kaluam 2-3 runde, edhe shet futbollist super talentum. Që më ka bo për shtypje, unë e pata nisë këtë parteme në rrjetet sociale, 18 lejtarë të Dykorikut në kont Kosovës, ndeshjen e parë kanë luajtur me Bilysin e Ballshit. Ata i kanë pas 7 lejtarë, unë 19 i kanë pas të huajt. Do të thonë, çto e vren edhe sa është e rëndësishme me investu të fëmijët tonë, do të thonë, nëse është interesi i fëmijëve me merr me sport, na më ja ofru një infrastrukturë duhur. Do të thonë si në fusha, si në gjithçka, si në trajnera, si e Dykoriku besoj që është shembull, sidomos te fëmijët me çto suksese që i pat në Ligën e Kampionave dhe mos folëm për lejtarë që Petrit, Berishës e Ardian Ismail e të tjerëve që ka sot ishe në për seriale, kanë bo histori. Po, e vërtet është, çka do që thënë nuk më i thoj në gjuhën popullore me ta hek asnjë fjalë. Ideja e kësaj është që ti kur të sheh një klub caktuar sikur Dykoriku të marrë pjesë në Champions League edhe edhim potencialisht që prej aty një lojëve caktuar me disa prej futbollistave dhe kanë me u kontaktu prej agentave caktuar me vazhdu në për prova në për klube caktuar, atëherë është sukses i madh dhe e shet që kur ti nalesh edhe një projekti caktuar me ndjek hap pas hapi me punë, me përkushtim, edhe mrin të suksesi. Kështu që Dykoriku fillimisht e thash është historia suksesi për neve, po edhe shumë shkolla të futbollit, basketbollit tjera, edhe top futbollin e keni me infrastrukturë keni ndihmu. Kemi ndihmu jashtëzakonisht shumë edhe për fushën e futbollit që e ka. Tash unë dashta me u cek edhe fillimisht për pas ligjit për sponsorizim, pasi ligji për sponsorizim na kemi dhënë donacione që ajo është nëse e shen aspektin komercial është fitim i humbun. Do të thonë ti e ke ndani pjesë të fitimit tën për me jep. Nuk ka kur farë kthimi në vlerë tatimore, edhe është jashtëzakonisht e rëndësishme që na kësaj ide i kemi qëndru besnik gjithmonë prej themelimit të kompanisë. Top futbollit i kemi ndihmu në infrastrukturë sportive edhe ata kanë suksese të caktuar normalisht si na bojmë krenar. Na kemi pas rastin e shkollës Don Bosco, që kemi ndërtu krejt palestra. Edhe kur nuk e harroj njëri prej drejtorëve të shkollës, një ndër fjalët e para që ja ka thënë pronarit të kompanisë që ai është jashtëzakonisht modeste, normalisht nuk e ka cek asnjëherë, i ka thonë që tash tutje më me të garantuar që s'kemi me pas probleme me ndaj dëmtim të shtyllës korrizore apo ndaj thymje ka me atore që shka ndodhë shumë shpesh për gjatë sa e kam pas pjesën sportive me cement. Kështu që ndaj këtyne senëve na gjithmonë kemi qenë jashtëzakonisht kujdesshëm dhe kemi qenë dorë djathtë në raport me sportin kështu në përgjithësi. Kushdo që mirët pak a shumë me sport e din që eksfisi gjithmonë ka qenë i gatshëm me kontribuar. Po na shumë edhe këta në turnet e verës, në këtë sportet gjithmonë është kompania ju ato dhe ta turneta është që të i bo shumë ma mirë se që i kam bo për para se krejt grup moshat, krejt të më thonë Besoj ko edhe ekipe me nevojat veçanta, që kjo që am bën mu krenar është që i preshin shumë mirë edhe i shetu lu edhe e krijojnë një ambient
Se sporti bashkan, mesazhi i sportit është bashkimi dhe na kur i shohim këto turneje që po do të shkumbini që ishe edhe me nevojat veçanta ato merr me sport, domethënë është e vren që ta si kompani që investoni. Po. Na sigur kompani, po kjo është pjesë sportive, edhe na po flasim për sport, po normalisht e kemi temën pak më të gjatë, edhe po nina i lirë me bo bashkë bisedim. Përpos që ligji për sponsorizim ato nuk i kap dhe nuk hi në kuadër të ligjit për sponsorizim, më i me thonë kështu me plot kuptimin e fjalës se gjitha organizatat që janë me nevojat veçanta, tu përfshi me Down syndrom, autizëm, shkolla e fëmijëve për parimi që është në mëshirë ato, të gjitha kontribojnë mjerëzakonisht shumë në baza vjetore, jo vetëm një herë dhe me i harru si kur organizata, po gjithmonë, për shembull, te shkolla për parimi kemi kontribu me pjesën për brenda kuzhinën, çka do që kanë pas nevoja për brenda shkollës, krejt është investimi joni, edhe ndjehemi krenar normalisht kur e shohim që përdoren baza ditore edhe dikujt u aletën jetën ditore. Organizimet ndryshme kulturore, sportive që bëhen prej këtyre organizatave me nevoja, na jo qëndrojmë që gjithmonë afër. Kemi rast në sas fshatrave që edhe prej atujt kanë dalë sportistë saktum, se nuk është ideja veç nëse mirësh me sport ndihmoj, ideja është që nashta prej organizimit shumë të vogël del dikush jashtëzakonisht i madh. Ata veç me punën që e bojnë me të fëmijë të pastri, që i marrin edhe kujdesen për ta dhe ju gjejnë vend banime gjitha këto gjana, na tash shumë vite naftën u dërgojmë sikur lloj donacioni që ata dimrit me pas me çka me ungro, nëse me pas të lashe. Gjitha këto, besëm që edhin ka jashtëzakonisht shumë forma që na tentojmë edhe funksionojmë edhe kontribojmë në të mirën e shoqërisë në përgjithësi, ti përmend edhe turnirat vero. Po shnaci, do të thonë, në disa prej organizimeve kur na marrim pjesë, po tash kemi mri në atë pikën që na thirrin krejt. Posh atjet, posh tët, posh tët. Besëm që qatë shumë jemi zgjeru në raport me sponsorizim, sa që po ka dhe prej atyne që po duhet me i kthy se nuk po ki përgjigje. Edhe rri ofër, aplika ma herët vitin tjetër, tregona projekt, në normalisht që mundohemi me ju ndihmu edhe ju. Edhe mundohemi me qenë të njëjtë për gjithë. Gens, pa një pyetje të fundit shu për me rikapitalizu këtë çështjen e ligjit sponsorizimit, para se me t'i bo edhe do pyetje shu personale, shkoku që ke qenë futbollist edhe bojmë bisedë mos me t'mill, pak për futboll vendor edhe ndërkombëtar. Cili është projekti ëndra që do doni ta realizoni në sport si kompani? A keni ai synim madhor ose ai projekt madh përveç këtyre sukseseve dhe normalisht ato që i folëm deri tash? Që nëse me tregu drejt çdo projekt madhor, projekt ëndrave, na si kur kompani në aspekt të investimit me ligj për sponsorizim, kështu madhor, nuk e kemi edhe të mendum se i takojmë krejtësisht një politike tjetër, unë mundova gjithëpërfshirëse, unë mundova prej fillimit të misionit me tregu që të aspektin shoqëror edhe gjithëpërfshirës që na e përfaqësojmë sikur kompani. Unë jam gen se e përfaqësoj Exvisin, po vi prej një familje që ajo ma ka jep këtë kultur pune edhe këtë kultur gjithëpërfshirëse. Por neve madhore janë sukseset e dy korrikut, sukseset e orkestrës që e përmendëm, festivalet e ndryshme botërore që vinë edhe bëhen në Kosovë, ku na jemi kontribus edhe sponsor të tyneve, sportistat e arteve marciale, i kemi rastet e shahut, klubet shahut, kur kanë arrit suksese shumë të mëdha në për organizime ndryshme evropiane, na jemi sponsor, autoindustria, garat sportive, garat me motora, ku njerëz bëhen kampion, jo vetëm në Kosovë, dhe Ballkan, edhe ti je një ndër ata që i ke ndihmu, ke kontribu në sukseset e tij, atëherë kjo për neve është projekt madhor. Dhe më thonë, Prishtina Zeronishe, përmendëm edhe ma herët sukseset, klubet e basketbollit femnave, sukseset e tyneve që i kanë, gjeneratat ato që në baza vjetore i prodhojnë një farforme, me thonë, për neve është projekt madhor. Kur shkojmë, i shohim shkollat e futbollit të lujtë, e shohim sjelljen që e kanë fëmijët në raport me shoqërinë përgjithësi, për neve çaj është projekt madhor.
Shpresoj me Ja, qenë një pyetje. Sa ju ka ofru, se tash, jo do të edhe mi mbikëqyr pak këto, mi mbikëqyr, jo po mi përcjell me shku, edhe mi motivu ka njerë. Po. Sa ju ka lidh si kompani në përgjithësi me sportin dhe me këto klube? A mërzit kur hupin a herë ata? Që na edhe si kur kompani kështu në përgjithësi takojmë një farë kulture sportive edhe ato për brenda në kompani e në zyre, flasim jashtëzakonisht sidomos për futboll. Ti e përmenem a herët, unë nuk po kam çare pa e përmen, unë e kam edhe kolegë, është edhe pjesë e stafit menaxherial Korabi, ai ka qenë lojtar i futsallit shumë vite. Po, me më të mirë. Është një lojtar jashtëzakonisht i mirë, unë e luaj shumë shpesh me të dhe ai është kënaqësi me lujt me të, ai ka pas problem me lëndime. Po me këndo që ka lujt futsal dhe e përmen emrin e tij, ata tregojnë çfarë aftësie ka, kështu që shkojmë shpesh edhe me Korabin bashkarisht me shikuna i loj. Po angazhimet e shumta që i kemi, na jemi zgjeru shumë viteve të fundit edhe me projekte jashtë vendit edhe ka njerë nuk po ka kohë mjaftueshëm. O sidomos në çdo organizimet e fundit ose në lojtë finale ku i kanë, ku pretendojnë me pas suksese të mëdha, shkoj me shumë qef kur kemi kohë dhe normalisht që ju rrim afër, ka pas raste nashta kemi pas krejt marrëveshje tjetër në fillim, ka ndryshu këtë rruga e funksionimit tyne, kam pas nevojë edhe për buxhet më të madh, edhe se kemi përdor hiç ligjin për sponsorizim, donacion ju kemi jep veç me emriçat synim çka e kam pas ata, edhe edhe nuk i kemi lënë kur jo pa ndihmë. Gens, se potencova më herët, po besoj lavde me vazhdim sponsorizimit, një mesazh po besoj që e dërgum që secila kompani që ka mundësi, me qenë se ligji po pajtumi që është shumë i mirë, mu investu rini në sport në përgjithësi, pasivisht mira ka për saj, tash me qenë se edhe nimi, ti ke lujt futbol në gjitha grup moshat, dhe ke pasur fatin me pas bashkëtar disa për yjeve. Po, emra të mëdha që po e vërtet karrierë ndërkombëtare si Albert Armani, po edhe trajnera si Elon Berisha tash. Një gjenerat interesante ka qenë gjatë kohës së Edhe Rami Sadiku, se na e përmenëm dikorrikun shumë, po edhe Rami Sadiku është një shkollë e futbollit që prodhon shumë lojtarë dhe jashtëzakonisht. Kryeqyteti është shumë mirë i koncentruar dhe shkollat i ka strukturuar me mirë. E vërtet. Qysh ishe sukseset e këtyre shokëve tuaj bashkëtarëve dhe sa i kënaqur përgjithësi me. Se ke lënë ti futbollin, ka thënë mas fare. Që na kemi qenë një gjenerat jashtëzakonisht e mirë në luaj futboll prej moshës 7 vjeçare. Edhe mi kom përcjell gjitha gjeneratat, të fillu prej fatas, pioner, kadet, junior, edhe kom luajt pak edhe në ekipë parë, unë kom qenë edhe për një periudhë shumë caktu me të vogël, kom qenë edhe në Shqipëri, kom luajt pak futboll, edhe ta njerë që kjo kohë e shkollimit, atër nuk kanë qenë kushtet e njëjta, po nuk është arsye për ndalim të veprimtarisë, po gjithsesi mendoj që kemi qenë gjenerat jashtëzakonisht e mirë, na kemi qenë kampion Kosovës bashku me Amirin edhe Elonin që i përmende. Me dy të kam raporte jashtëzakonisht mira, normal tash Amiri ka kohë shumë më pak, po na ka rasti me u pa në qytet. Kemi raport shumë të mirë, unë e Nina edhe jam shumë krenar me arritjet e tij. Shpeshherë me shok, me familjar kur bisedojmë sa i përket futbollit, gjithmonë shembull e marr Amir Ramanin. Do të thonë, ai nashta e ndëgjon emisionin dhe ka me kesh kur ti nin këto fjalë, po unë gjithmonë e kujtoj kur ka ardhur prej Kosovës Prishtinës, ka qenë pjesë e Kosovës Prishtinës edhe ata kanë pas shumë probleme financiare dhe disa prej lojtarëve vendosën me dalë prej klubit edhe erdhi Amiri në Ramisadek. Tash kur erdhi Amiri në Ramisadek, na sapo të ndalë në gjeneratën e pionerëve, që i bën do të me qenë U13, U15, edhe kur erdhi Amiri i vogël me trup, tash e mposhin këta që janë me trup më të mëdhej, se kur je pioner, je i madh e jep gollën shumë lehtë. Fort futboll interesant shtu me u pa. Edhe ke shumë problem Amiri me lujt standard. Edhe erdhi koha me shkuën pushim dimror. Tash sikur fëmijë gjenerata të reja na pushim dimror, normalisht që trajnerit e keni plan program të ushtrimeve që me majt veten sado pak fit që kur të rikthehesh me qenë sa ma i gatshëm për përgatitje, na s'kishëm po kur farë ushtrimi, kur kthehemi, fillojmë përgatitjet fizike, Amiri tjetër nivel. Të më thonë, nuk e ki iden çfarë diference në përgatitje fizike me neve. Fantastike, shumë punëtor i madh. Edhe kur erdhi puna për me
fillu me lujt normal që Amiri ishte titulari pa diskutum. Edhe prej atij momenti ai çdo gjysmë çdo stinor e ka bërë gjithmonë hapin madh se sa tjerë. Gjithmonë. Ai të rritur shkum. Gjithmonë ka qenë jashtëzakonisht lojtar i mëshëm, kur nuk e ka pas fokus forcën, po e ka pas taktizimin edhe që ajo ja ka sjellë sukseset më të mëdha, po këtu asnjëna nuk mund në u bë pa punë. Normalisht që futbolli e sportin përgjithësi krejt e thojnë lojtar shumë dhej, do me një farfatit caktuar, se lindën ndim në një periudhë shumë të keqe mundet me të lanë jashtë, po gjithsesi Amiri është histori e suksesi edhe unë nina shumë krenar kur e shoh ata prej futbollit Kosovës, prej stilloqit që thojmë na, me shkollë me u bë kampion i 2 fish në një ndër 3 ligat më të forta në botë, për dikon ashta dhe më e forta në aspektin taktik, atër normalisht që është knatësi, kemi edhe kapiten të susës kombëtare, së me është knatësi, edhe unë gjithmonë e përmenis historie suksesi. Apo ki ko me përcjell Superligën e Kosovës, as qysh për shem përgjithësi? Qërë me u bo shumë i sinqert, Superligën e Kosovës me përcjelli jashtëzakonisht. Me qenë se drita ka arrit sukses është lasu. Po si të kalën në aspektin e garave ndërkombëtare, gjithmonë e përcjelli, bile edhe në kohë kur kam shkaj e shikaj edhe në stadion, cila do ekip që është. Normalisht që për mu si Gens, një djalë që është lindë e rrit në Prishtinë, Prishtina e gëzën atë, shme thonë, knatësin për me pa dhe qefin për me kur suksese, po kur të kalojmë në gara ndërkombëtare, për mu çdo ekip i Kosovës është primar ndaj çdo kujt edhe me shumë knatësi, edhe me mundësi edhe i ndihmoj se lema mos me e përkra. Kështu që i shikoj lojt, e kum pa lojën e fundit që drita lujti me Shkëndim dhe keni farë knatësie me pa 2 klube shqiptare të luajnë me njëna tjetrën, Fadil Vokri. Gare evropiane. Një gare evropiane. Një ditë para festës. 28 nëntori, dhe më thonë, ndërledhen 2 tifo grupe ndër më të mirat në Shqiptari, organizim të mirëfill, dhe më thonë, ke shumë knatësi me e pa. Mendoj që në vitet fundit edhe futbolli i Kosovës kam rri me kalunën në nivel tjetër, na gjithmonë kemi sjell kuadro, por kur kemi mritë që ky niveli i Superligës, kemi qalu në gjykimin tem, po tash çdo vit që po e shoh po shkon tu bë më mirë, edhe po e shoh që ajo në fund të ditës po sjell rezultate se lojtarët prej saj Superlige po janë lojtarë shumë të rëndësishëm për përfaqësuese, që në një kohë të caktuar më herët as nuk janë pa ose llogarit sikur potencialisht lojtarë që mundën me kontribu. Kështu që mund vjen shumë mirë, po edhe futbolli ndërkombëtar e përcjell jashtëzakonisht shumë, domethënë në weekend kohë të lirë, nëse veç pak kom kohë, ose mirë na me djalë ose me futboll. me konje fans. Unë jam fan si flakti Arsenalit, domethënë edhe po bëj ka kampion. A bëhet kampion? A bëhet kampion? Unë më lej se ja bën. Në periudhë nuk ma prish. Ma shumë se 20 vjet. Ma shumë se. Edhe ne kam qef më Arsenalit se. Liverpooli. Jo, nuk e kam veç me qef, unë e kam bindje që bëhet kampion. E ka ekipin më të mirë. Që thojnë sulmi ta fiton një ndeshje, mbrojtja ta fiton titullin, ata mbrojtjen e kanë të jashtëzakonshme, është një trajner që lumë me 400 mbrojtja gjatë krejt, edhe nuk lejon topa në zonë, domethënë ja von gol Arsenalit është mision i pamundën. Po bë mision i pamundën, edhe po besoj që si vjet ka bërë shumë lojtar, edhe në sulm, edhe mbrojtje, edhe në sfush. Liverpoolit shpijet mirë, se Liverpooli ka bërë shumë lojtar. Ka në shë rival. Qërë une për Premier League, po edhe për Champions League, me qenë se jeni klubi i vetëm pa humbje. Në Champions League, po, s'kemi pranu, një gol e kemi të pranu, me veç ndaj Bayern. Qërë une Arsenalin e përcjelli prej 2002-ës. Tash nëse i thu dikujt e përcjelli prej 2002-ës, në ashta i do këtë edhe pak e pa besu. Ja, me po ne moj men shumë sa kampion, kur jemi bo në 2002 në RTK që bërë. Edhe 2004 tënë, kur e fitojmë titullin pas një humbje, ka qenë suksesi ma i madh i ekipës, edhe e kujtoj kështu shumë qartë, edhe shumis në lojëve dhe i kum përcjell. Po, deri si vjet asnjëherë Arsenali s'ka pas ekip më të mirë, më të kompletuar. Nëse flasim për çdo repart, ka repart që ka 3 lojtarë, jo 2 lojtarë. Edhe tashme që të orar shumë ngjeshën që po e kanë të lojëve gjitha ekipët, është probleme me synu me pas suksese nëse s'kini skuadër shumë fort edhe të madhe. Kështu që në këtë aspekt, mendoj që qëndrojnë shumë mirë, edhe besoj edhe unë shumë fuqishëm që si vjet nuk kanë arsye
edhe hapësirë për me elshu vendin e parë, edhe para 2 viteve kanë shumë afër kur e hopën për 2 pikë me Cityn, po nuk kanë pas ekipas për safër me qyshe kanë si vjet, edhe unë pyete për rival koneshe, unë mendoj që deri në fund, ose me thonë deri ka gjiro e 33-34 ekipa e vetme që mundet me ushty me Arsenal si vjet në Angli është Manchester City. Chelsea është ekip shumë e mirë, tash ta kanë marrë zemër tifozat e Chelsea prej të fundit. Ekip e mirë. Po është ekip e mirë, po nuk kanë në gjykimin tim, në pikëvështrimin tim se çysh e shoh futbollin evropian, nuk kanë kapacitet për me luftu për titull. Ka investu shumë, ha besoj që kopët ekipa vitin ashëm. Që na kena një shoqni që vazhdimisht flasim për futboll. Edhe në zyre, në Premier League flasim sidomos për futbollin anglez. Unë Liverpooli kur e ka bë merkaton si vjet, besëm që të dinë edhe fjalë t'i kam në telefon të fol me shoqni që ju kom thonë që ka me dështu në aspektin e organizimit, se ka hek shumë lojtarë të rëndësishëm prej formacionit që ai u bë dhe kampion. Tash për shembull ti e ke largu një Luis Diaz që edhe në kohën kur ka qenë te ti ka qenë një ndër lojtarë tansor, sulmues tansor më të mirë në botë, e ke largu për kushte financiare, jo që ai s'ka dashur me nejtë ti, edhe s'ke ble lojtar për me zaventu ata. E ki një Gakpo që ai shumë është ma potencial me lujt për brenda, në sulm se sa me lujt anash, edhe e ki një Salah që s'po do me lu. Jashtëzakonisht shumë. S'po do me lu Salah, edhe nuk po mundet me performu që ka performu në vitet caktume. Kanë probleme me mbrojtje, dhe më thonë njani pe i krave Robertsoni e ka mbrini moshë caktume, e shitën Arnoldin një ndër komponent ma të rëndësishëm të lojës tyne, e zavencuar me një lojtar të Bundesligës si shumicën e rasteve po rrin i lëndum, nuk ka kurfar ide të lojës ngjajshme me Arnoldin, po duhet me mesfushor me lujt mbrojtës. Domethënë mendoj që investim e parë shumë i madh, po ju i duhun aspekt blerje dy sulmuesve e panevojshme. Adin mendoj që menon që nuk po mujnë me vli sot. Po, e vërtet. Një vlos një jo era. Mendoj që ka qenë merkato shumë e gabuar pe anës tyne, prapë i shën top 4-she edhe adin kanë me me Chelsea dhe me Liverpool. Është e amollë veç City vën Manchester United. E vërtet është, po nuk e shoh shumë të Manchesteri nuk lum keq. Unë i këshyri lojtë e Manchesterit janë, United. Unë nuk e shoh Manchester United jashtë top 5-shes. Unë mendoj top 4 që janë madhe edhe normalisht City. Mendoj që deri në fund se Manchesteri nuk është që s'ka lojë. Po, s'ka lojë. Po ideja në Premier League, sidomos në një ligë që shumë dinamike, do të me pas kontinuitet. E kontinuitet nuk mundesh me pas nëse që ata lojtarë s'kan lu një kohë gjatë me njëri tjetër, në normalisht me pas fat që mos më pas. Unë Arsenalin e shoh që e fiton, diçkur pi fiton të lojë 1-0 jashtë. E që Chelsea edhe City dje këtu lëshu lojën, domethënë këtu fitu 5-1. 4-5. 4-5 u kry loja, në Arsenali s'ta jep atë mundësi ti, mu afru heq, ta Allah gollën u kry loja atë, ti veç nëse jep gollë e para, ki mu shty me ta dim pak dhejt bëhet 1-1, që të është shumë favorit edhe shumë probleme, kanë pas edhe në Ligë Kampiona, kanë pas probleme mujtë, Arsenalin, kur do të qoftë, dash Parisi, dash për Realin s'po di, a mujnë me më rri, se tash është një farë, sen interesant këto deri në mars. Po, e vërtetë. Deri në mars forma e ekipeve ndërron. Tash unë e shoh Liverpoolin me potencial më rrit se maket se çka s'u bën ai, s'u bën ata, me maket s'kan ku shkojnë. Jo, e vërtetë është. Realin e shoh që më rrit edhe Barcelona është shkuar në asoj rrugë. Do thonë që këto 4-5 ekipe me Parisin, Ligë Kampionave dhe Interin, hajde, dhe Inter. Gjithmonë, ekip italian, mshele gjëri mbrojtësat, këtë gjarë mbrojtësat. Ekip italian gjithmonë, është në mojat e futbollit. Jo, e shë Interin e shë edhe në fosë grupeve, dhe me thonë është gjithë në tesën e porë se nga bën shumë pak mbrojtje. Ekipet që ka bën mbrojtje. Ligën e kampionëve vitin e kaluar me përfundimin e ekipeve në top 16-she, sidomos në top 8-shën e parë vitin e kaluar, ke pas shumë ekipe dobta në top 8-she, e shumë ekipe të forta që në xhirot të parafundit e kanë siguruar, si City e Parisi. Edhe çaj Paris u bë kampion. Parisi është tash si vjet o ketë ndryshe. Ekipët e forta krejt i kin alt. Që kjo i shmangën që në 2 lojëve edhe potencialisht deri në 16-she, edhe ato
mundet me pas masnej skaqare pa pas Me dy lojë. shorte Po, të forta me morro dy me lojë. zete. Arsenalin deri në gjysmëfinale nëse ka fat me shortin e parë, me shë pa kur far problemi, po Champions League ka shumë të bëjë edhe me përvoja. Dhe në tashune jam tifoz i flakt edhe e blu jashtëzakonisht shumë si kur klub, po kur të vjen puna në gjysmëfinale, në finale dush me pas jashtëzakonisht përvojë evropiane, gjë që na nuk e kemi. Njëherë kemi lujt në finale, mendoj që kemi U konë cikli që aso ekipe që e përmene... meritu ma shumë, Po, kemi pas raste ku se kemi meritu me jemi dëmtu në aspektin e referimit e shumë sene tjera, po në fund të ditës ty t'intereson sa arje ka në finale dhe sa kupa i ki, gjë që na nuk e kemi. Po, ma afër se sa si vjet me pas sukses në gjitha frontet ku funksionon s'ka qenë asnjëherë. Tash me pas qyshe sukses... menaxhon është temë Me tjetër, pas sukses si vjet, 5 vjet, tani gjithë që aty jeni. e vërtet është se edhe ka gjenerata të reja, Po, edhe nëse nalesh me analizu prej çdo reparti ka lojtar klasit. muni lejtari është të më pëlqy shumë i Arsenalit, Eze, si kur mund me lumë këtë pozitat e sëlmit, shumë lejtarin të dash të në krat, dash 10, dash edhe nësh me shti mund lumë, pa i peshtin me rinën, që morrej me shpin pak me luftun që ato. Nëse Po, ai po bën- në shiraj shumë vetë spanjollët janë të mujt me Me bo, po. Ama Ezeja është një lejtar që e ndreq lojën, në me thonë, unë e shoh se ato dhe një yll i mshefti anglisë në ashtan botror ka me konë, është E vërtet. shumë Na ka ka fitu pru me një- to. një Edhe është kreativitet. tifoz, e rëndësishme është që është tifoz i Arsenalit, se ish rrit ato, e kish bo një gjera, sekondave të fundit. po, Interesant ke blerja aty. edhe Arsenali ka investu, kur të këshësh dhe me thonë, ka investu meqëm. meqëm. Viteve të fundit çdo blerje të Arsenalit nëse analizon prej kur Arteta e ka marrë timonin e klubit, domethënë asnjë lojtari të Arsenalit nuk mundesh me i thonë që u ble dhe nuk rezultoi i suksesshëm. E që ajo për mu ka E ka njoftë atë në e klubit. për mu lojtari kryesor në Arsenali pa diskutueshëm, domethënë momentalisht edhe që është Chelsea i suksesit edhe si tifoz, po edhe kështu në përgjithësi që shoh futbollin është Declan Rice. E dita që po thonë. Ajo është motori jo, ne jemi fat që e kemi edhe nëse ai qëndron fet në shumicën e sezonit, o mendoj që na jena të pantallshëm, po nuk duhet me harru që një Chelsea edhe tjetër edhe një, me thonë, një shtesë kreativiteti që na e ka bu një qetësin lojë një prekje spanjolle që na kena pas nevojë është Zubimendi. Më thonë, unë po e shoh sa ma i lirë dhe sa ma i qetë është Rajsi në ofanziv, kur e kini lojtar si ai. Se njerës se shojnë Zubimendin si shumë të qetë, son është kreativ. Si lojë ekipit të saj. Zakonisht shumë edhe jashtë. Që shumë Po ndërprerjet aksioneve shumë, edhe vëllai ka qenë blerje shumë e mirë, edhe mos flasim, edhe tani është qërshia mbitor të Saka që është për mu sulmusi i majt, për mos me thonë ma i mirin pozitën e tina është në top 3. Që unë po ta jepi një ekskluzive, po Saka në dhe unë e kom votu si vjetë për FIFA Best Player për Kosovës, si gazetar për Kosovës, dhe për portier, e kom shti David Rajan, ja kom dhonë një pik, nëse do në rrumës e dhe është 5, por Raja mu pëlqen shumë si portier, është portier, është portier shumë i mirë, dhe me thonë den, që dita pëse s'lunë të Spanja, dhe pëse ata i kanë do filozofi të veta, spanjall si spanjall mo, po është portier jashtëzakonshëm, me thonë me dhonë siguri që shumë ekipit, sa Arsenalit që konë keqë e përmeni këtë që ato vitet. Po nështë ta diferencën e ka po portiere, se me Ramsdale me kënë e ka pos ma herë. Vërtet është. I merë këtë do gola, a kënë nuk merë gol pa lidhe, përveç asoj me Tottenhamin, pa i mshoj pa hiri, e që shke. Ajo ke gabim i Zubimend. Po, hupi topin, ky ke pak e jashtë. Gjithmonë është i tërhekun, kjo se Arsenali. Ama është portier mirë Arsenali, po pajtohemi dhe tonë që çdo pozitë është shumë mirë edhe më i mungu një lojtar. Harrën që është në Arsenal, se u harru Odegaardi. E vërtet. Ja të konë një bilitarve më të mirë në botë, sidomos pozitën e tij. Gabriel Jesusin e kanë këta halet, kur të menoj shtu, apo ne? E kanë edhe Kai Havertzin e kanë, po, vëshe. Domethënë kanë shumë lojtar. Na ma herët gjithmonë si tifoz e ka i shumë kërë lëndaj ke Saka, rravë, si shkërota se Odegaardi se s'ki zavendësus. Si vetë Saka në ke pas 3 lojë jashtë, lujke ma dueke, nuk po thëmë se Saka, se Saka është nivel tjetër, po ti nuk e vrejshe ma mungesën shumë qatë si po. Sezonit kaluar. Odegaardin po.
Që u bo Kvalitet. shumë mirë, që u bo Aha. shumë mirë në bankë, se duhet me marrë dhe tash kur po hin, po ka Se cila jep jashtëzakonisht maksimumin paraqitje për mbrojtja ka shumë rëndësi, na kena investu në mbrojtje shumë, na. Na, Mbrojtja i gare me mu, na. Kejtë kem që ato. Ideja është që si tifoz është është. Si tifoz është mënyrë e jetesës klubit. Ka hapësirë edhe potencial që me mri shumë si ekipe dhe besoj që si vjetë veç kanë me korë në sukses të madhë, se është edhe koha. Dhe janë pjek lojtarë. Që një mërzit për Kalafiorin, se të isha e merë Juventusi, se zakonisht mbrojtësat e mirë italian Juventusi gjithë i ka marrë. Po e murë shumë shpejt Arsenalit, do me thonë edhe Zubimendin e ka marrë çashtu. Reali. Ka krejt Reali, Liverpooli ka njekë shumë Zubimendin. Ka krejt në janar, do me thonë janar i najti gati. është mbrojtësi mirë me tipar interesant është edhe Kalafiori, mund me lu dash në qender, dash maj, dash e ka qëto, Arteta 4 qender mbrojtësa, kejt gatë, mund me lu në cëllën dush pozit. Tash e ka Hegnianin, e ka Timberi. E harrum edhe, do me thonë e harrum edhe për si vjetë Timberin, do me thonë me plot kuptim në fjales, mbrojtësi ma i mirë i gjatë momentalisht në këtë Evropën, do me thonë paraqitje fantastike, është jashtëzakonshëm, do me thonë shumë lojtar i mirë edhe tu e ditë që ka arë prej një lëndimi për jatë se gjithë një vjetë jashtë fushave dhe me mrim rana sezoni dytë me e pas që të rikuperim, fantastik. Hollandes të pas kanë 3 mbrojtësa djathë mirë. Frimpongin, Dumfriesin. Pesa. E të këtë djathë të pas kanë të mirë. Në alla lejtari i këti nga bankën pënzej kanë botrosi. Dumfriesi. Vare që shlujnë se mund me lujtë me 3-5-2, e shtin Dumfriesin të vija atje, Frimpongin e shetë 9 majtë. Dhe si trenerat po din tash e mësujnë mu shërë. Po, s'ka mo, letorin e mirë së në lem bankë. Me këta kemi u taku me 20 nëntore, Giuseppe Meazza, këtu që... Ka kanë një gjithë finale, Dëgjojmë i gjatë. Ka kalu e fort. 0-0, jo anej, këtak, nej, dyja, dytë pajtoni, se jetë një... Tamam, një pjesën e... Pjesën e me pajtoni me një barazim. Tash edhe ekipët që ashtu po funksionojnë. Ja, vërtet. Nëse i krym puni barazim, Nuk e rrezikojnë as jona. si ku humbjan. Gens, mos t'i besu më bërgjë dhe komtarës Kosovës, e kena po një kampojnë kualifikuse shumë të mirë, do me thonë, po besoj që kena morë marë shumë se që kena menu se cili që e njohën me një grup shumë të fort, kanin e dytë e kemi siguru play-offin. Qysh e ke po, qysh për shekit Kosovën e fodës, do me thonë, edhe sajën gjasat, fillimisht masi shorti në haro me Slovakin, dhe potencialisht me fitusin e Turqi Romani për një vend në kupën e botës që këshme qenë që shi ambitort për se cilin qytetar të Kosovës që veç për dash se... Vërtet. Qyre saj përket përfaqësuesës të Kosovës, këmbëtarës tonë, shtetit tonë, unë menoj që devizja ma e mirë që është bunë prej momentit që na jemi të lujtë nga gara dërkombëtare është trajneri se e kanë emru. Në më thonë, prej momentit që ka ardhë kë Franco Foda, ne kemi vrejt këtë një ftyrë, një përfaqësim këtë tjetër, edhe të stafit teknik, po edhe të lojtarëve, që për mu ka shumë rëndësi. Ma herët menoj që kanë qalu shumë strukturë organizative, është vrejt në sjellje të lojtarëve, është vrejt në lojë tyne, është vrejt në, që me thonë, gjitha aspektet ku ti potencialisht mundesh me e pa. Prej kur ka ardhë, ke vrejt që është këtë një frym tjetër, ka regullën, menoj që disiplina është sa një kryesor për me arrit në sport. Për ndryshes, edin nuk ka mundësi. Kështu që tu e ndërlidh me që ta e kum ditë që potencialisht si kur paraqitje kemi me pas shumë atë mira. Ty mundal me analizu në Ballkan perëndimor, që tash me i marë krejt përfaqësuesit që luajnë futboll, veç Kroacin e ki me emra ma mirë. Po. Dhe nëse kur flasin njerëz për futboll, do të mundal me analizu për çka po flet, çfarë lojtari të fut. Ti nalesh në përfaqësuesit të Kosovës, ki lojtar që luajnë në Itali, standard kampion dyfisht, lojtar që ka shku në Juventus, në ekipën më të madhe italiane, po më vjen keq, po çashtu e shoh, ne? Edhe ky pajtohet. Ki 3-4, ki 4-5 lojtarë që të luajnë Bundesliga, po. Edhe ki lojtarë që janë shënues shumë të mirë, e ki në La Liga, ki sulmuesin më të mirë shqiptar gjitha kohëra, për menimin tim. Po shtyhet me Mbappén edhe Lewandowski. Çdo sezon me lojtarë të mëdhenj me golla, ju ka jap çdo ekipi gol. Tash kur të nalesh me analizu, që nuk mundesh asnjëherë mundi inferior, e që të sen e ka pru Foda, se e ka ditë çfarë brumi që thojmë na ka, po sado që ki lojtarë të mirë nëse s'ki strukturë organizative, s'ki disiplinë, ti s'mundesh me korë sukses.
E dim që kur erë në fillim i boni do dënime, jo dëllën, jo s'dëllën, i largoj pej grumbullimit, po ajo e jep një mesazh të ketë lojtar që ka dalë se qëtu na e kena marrë me seriozitet edhe tash kemi me pas ta mund punë që duhet. E besoj shumë që kemi hapësirë dhe mundësi. Unë ndaj Slovakisë me të thonë drejtën e shoh shumë të mundshme një fitore, jo të lehtë se sa kur letë se futboll në këtë nivel të gara. E vërtet. As ma pa kur s'ki përvoj. Po Slovakinë nëse analizëm me emna, qalon ma shumë se sa na, dhe nuk edhin ke shkuje ke mujt një Suedi sa do në formë dopte ke mujt në vend tyneve, ke mujt Sloveni në Sloveni, ke barazu me Zvicrën, je kanë shumë a i mirë se ajo, edhin nuk e shot pa mundun me fitu Slovakinë, e ndeshin e dytë, unë e shot që Turqia ardhën Rumanin pa kur farë probleme. Edhe në menaj që E momentalisht në futbol Turqia është një ndër përfatësuset më të fuqishme, ka lojtar shumë. Po veç e mirë është që ka mullu më Fadil Vogri e jo në Turqi, se ata janë zjarë, ata janë zjarë në aspektin e tifozerisë edhe organizimeve, e kemi adin qatë minus ata e kanë, ne e kemi plus. Me një grumbullim masovik, gjdo njeri me kontribu në atë farë aspekti, me nëjë që kemi hapësirë dhe mundësi, po qka është dëshira jam është që njana për 2 përfatësuseve tona, se une me thonë drejten, sa e shikoj Kosovën e shë dhe Shqipninë, se e ka një pjesë të madhe të zemrës tem, se ton kohën na ka përfaqësuar dhe shumica e lojtarëve kosovarë, keq është me thonë, po e kanë bajt kombëtarën e Shqipnisë, se tani jemi lidh, edhe jena një këmp gjithmonë i takoj qati menimi, kështu që besoj fuqishëm që njana ka me shku, kështu që inshallah shkojnë dyjat, edhe ajo është qërshia mditor që thojmë na, po njanat paktën me u kualifiku, po rrugën më atlete është që e ka Shqipnia së Kosovë. Shqipnia? Unë, si Genc. Jo brata shtira, 2 lojtë musafiri lujnë? E vërtet është kundërshtar. Po me ta kanë lu krejt. Ata po edhe përvoj kanë, edhe përvojën e kanë. Turqia për mua është shumë problematik. Te Turqia mrena qëtu, në vesh a mujna me pru nga në qatë loj. Që është po thu ti rrugt, me te bo atmosferën, me te kall, një gol të fos t'ja jepin, vesh e te mojnë golën ata për mas. Edhe mos të arrojmë një sen, dhe kjo është sen shumë i rëndësishëm, na ma herët e përmenum për Arsenalin. Forma e lojtarëve pej 9-torit, 10-torit, mars është shumë e rëndësishme. Në të shkallë në disa raste të caktume, inshallah lojtarët i kemi fit, i kemi psikikisht edhe fizikisht mirë. Nëse qëto 3 sene lojtarë toni kanë dhe jam dispozicion, atër kemi shumë. Këtu që është po thu Juventusi të e lodhë Yıldizin çdo lojë peshtin ajnë mars me infuzion është. Jo, ba është lojtar i klasit botërore. Klasit botërore. Vërtet, po lodhet se asë një minutë. Se mirë është që Zhegrovën për pushon, Zhegrovën më rinë mirë në mars. Tash logarit e kunder kujt kime luaj, ki kunder... Arda Güler, në më thonë i Kom shumë thonë edhe kam shumë simpati në raport me Yıldizin, nuk pëlqen shumë si lojtar. Turqia ka ekipin e mirë, rron grup me Spanjën, problem me Spanjën, bedina krejt, po për tjera nuk e ka diskutuar asnjë. Të veç analizoja ligën që e ka. Edhe ligën. Edhe që ajo është pasqyrë e futbollit tyne, nuk diskutohet. Ligën e kanë 2-3 ekipa. E vërtet. Genc, s'na metet sen veç me të falenderu shumë, pas pari që ke gjetë kohë, normalisht për angazhimet shumë ta që ki, që i ndojte këto rrëfime për ligjin e sponsorizimit, po edhe për sponsorizimet që i bëni për kategori ndryshme. Faleminderit edhe juve. Po, si janë dhanë pak një rëndë. Faleminderit shumë edhe për juve për ftesën, edhe kur kum bisedu me 2 për juve, e kum pranu me shumë kënaqësi se nashta në emisione ku folje diçka në raport me ex-fisën ose personat që na i bojnë baza ditore edhe shkoj, po janë gjana rutinore, po kur të flasim për sportin, s'ka do që ndërlidhet, e bëj me shumë qef edhe e kam një farë, që me thonë, dashnije dhe knatësie në raport me to, kështu që erdha me shumë qef, po shpresoj shumë që kjo emision na që e mbajtëm bashkarisht, ka me qenë mesazh për gjithë në përgjithësi që investimin gjenerata të reja është një investim që duhet me bo krejt edhe është me rëndësi të veçantë për të ardhmën e vendit në përgjithësi si nga aspekti shëndetësor, mendor, fizik, po edhe njëjtën kohë për mburrjen e vendit me gjeneratat, me sportist, me
me artistë ndryshëm që neve na bojnë baza ditore me uni krenar edhe adin është ambasadori më i mirë i këtij vendi, kudo që të shkojsh ti nëpër botë i thu që po adin unë jam pej Prishtinës është edhe Dua Lipa, pej Prishtinës është edhe Amir Ramani, adin e don Zhegrova, edhe pse mos me pas edhe shumë a shumë emna të tillë që na i përmenim, kështu që besoj që ka qenë një mesazh i mirë, edhe çkado që na si kompani kemi hapësirë dhe mundësi dhe ju e shihni të arsyeshme që na mundemi me kontribu dhe e dini që potencialisht një klub, një shkollë, çkado që është ajo ka nevojë për ndihmën tonë, i keni dyert e hapuna edhe na bashkarisht kemi me mri edhe me ju ndihmu në çfarëdo aspekti që na kemi hapësirë dhe mundësi. Faleminderit shumë. Duke i falenderuar sponsorët tanë të Golden Eagle dhe Bayern Munich, juve shikues nderuar, jemi javën e ardhshme.